Në skutat më të thella të internetit, aty ku fëmijët tanë mund të jenë më të pambrojtur, fshihet një botë e rrezikshme, një botë ku individ të sëmur shfrytëzojnë pafajësinë e tyre. Por jo gjithmonë rreziku fshihet pas ekranit. Në shumë raste, më e tmerrshme është ajo që ndodh brenda në shtëpi. Atje ku fëmijët për një shkak apo një tjetër lihen në kujdesin e tjetërkujt që prindërit i besojnë verbërisht. Ky që do t'ju tregojmë sonte është një nga rastet më të rënditse që kemi hasur dhe ka piknisjen nga një seri videosh të shpërndara brenda një grupi në Telegram me pjesëmarrjen e individëve nga e gjithë bota, të cilët nuk kanë as filtra morale dhe as limite në kërkesat që bëjnë brenda grupit. Por le të jemi më konkret. Në video që ne disponojmë, por që moralisht dhe ligjërisht nuk mund t'i publikojmë, shfaqet një e mitur jo më shumë se 5 vjeçe, e cila brenda një tualeti fillimisht detyrohet të shohë një pedofil në momente masturbimi dhe më pas shtyhet që të ndërveprojë me të në këtë akt perversiteti të paimagjinueshëm. I njëjti person shihet në videon e dytë dhe më të tmerrshme. Vajza e vogël është në gjumë në krevatin e saj, ndërkohë që pedofili i ulet pranë duke e zhveshur tërësisht dhe më pas duke e prekur me organin gjenital në pjesët intime. Autori i videove të tmerrshme është një shtetas italian i pa identifikuar, ndërsa shpërndarësi i tyre është një shqiptar, mjaft aktiv në këtë grup pedofilësh. Qërim Kasapi, një 26 vjeçar nga Lushnja me banim në Itali, i cili u denoncua nga një person anonim, gjithashtu pjesë e këtij grupi prej më shumë se 5000 personash, në të cilën shpërndaheshin video dhe foto intime vajzash, përfshi dhe fëmijët. Mes pjesëtarëve anonim të grupit, Kasapi binte në sy për faktin që nuk kënaqej vetëm duke parë. Ai shpërndante materiale dhe fliste hapur për fiksimet e tij me vajza të vogla. Nisur nga kjo tendencë prej manjakut të sëmur, denoncuesi ynë kërkon të mësojë më shumë për të. Prandaj nisë komunikim privat jashtë grupit të madh. Gjë që e nxjerr tërësisht zbuluar pedofilin 26 vjeçar dhe shokon çdo që lexon tekstet e tij. Hello, çat pëlqen të bëje? Më pëlqen vetëm të vogla, nga 5 e sipër. Sa ka qenë më e vogla? 6. Dëshmitari e ngacmon pedofilin për t'i treguar mbi eksperiencat e tij me vajza të vogla. Dhe ky i fundit nuk heziton të tregojë një histori që as predatori më i përshtirë seksual nuk do të guxonte. Goca e komshies. Po ti sa ishe? 26. Ti ke ndonjë motor ose mbes? Jo, seriozisht? Si ka hyrë i gjithi, vetëm pak. As ne komshie s'ke? Komshie ka. Hajde, 45 është. Ose ndonjë kalama komshie? Po ndonjë familjare tënde, Kështu kur ka qenë me brek, po. Duket qartë që fiksimi i këtij monstre për vajzat 5 apo 6 vjeçare i kalon kufite çdo fantazie të sëmur. Sa vjeç? 9. Çfarë kishe? Gochalle. Erdhi vet apo me zor? Ishte në gjumë. Një tamam, t'ja fusësh. Atë 6 vjeç, po, për jo të gjithë se nuk i hyte. A qanta ajo? Jo, vetëm pak, kur i hyri. Po të tjera? Pore. Sa vjeçe? 14, motra një shoku. Me dëshirë apo me presion? Me dëshirë. Por ai nuk mjaftohet vetëm me biseda, sepse pasi ka fituar totalisht besimin e bashkëfolësit, nisi dërgoi atij edhe foto e video të fëmijëve të mitur. Një nga këto në një lokal në Tiranë. E gjeta në autogrill këtu në Tiranë. Shisa e mirë që është. Manjaku i ka hapur barkun bashkëbiseduesit, prandaj nga rrëfimet të mbushur me perversitete që shpresojmë shumë të jenë sajesa të trurit të tij të sëmur, kalon në kërkesa specifike ndaj një personi, për të cilin mendon se është si ai. Shif më gjene i të vogël. Ke bërë ndonjë video? Po, edhe foto. Sa vjeç është kjo? 9, kam edhe video. Më çonte një të vogël edhe ta tregoj. A ke video duke? Po, kam. Po dërgoj ndonjë. Gjete ti? 13 vjeçe e ke. 26 vjeçari kërkon kontakte të vajzave të vogla. Prandaj me porosin ton, denoncuesi i jep atij një adresë Instagrami të cilën e disponojmë ne. Pasi kemi marrë të gjitha masat, na mbetet vetëm të presim që të na kontaktojë. Gjë që ndodh pas vetëm 10 minutave sepse pedofili duket vërtet i paduruar. 26 vjeçari nuk ka as pak kohë për të humbur dhe pavarësisht se që në chatin e parë moson moshën e vajzës, vazhdon komunikimin me të i pashqetësuar. Madje duke përgjysmuar moshën e tij. Unë 15, po nuk është insta im ky. Mendova mos je ti. Por kjo gënjeshtër bie shpejt dhe pas disa bisedave ai pranon që në realitet është shumë vite më i madh se sa ka deklaruar. Që në fjalit e para pedofili tregon pas një siklet për shihet e tij prej perversi. Dhe madje na pranon se ndjen tërheqje për vajzat që nga mosha 5 vjeçe e lartë, duke na demonstruar për masat e sëmundjes së tij për pedofili ekstrem. Dhe pasi na ka bërë një panoramë të aktivitetit të tij anormal, ai hidhet menjëherë në sulm ndaj minorenes së supozuar e cila pretendohet të jetë 12 vjeçe. Ti nis çfarë duash, po më çove me brek do shohësh kur ti bi me dorë. Do takohemi ne. Po, ku di unë? T'jap 200 euro po deshe.
Pse kështu i paguan vajzat ti? Kjo teknikë joshe ndaj vajzave të vogla duke përdorur si karrem parat, është një praktikë e njohur e pedofilëve, të cilët shpesh përfitojnë nga këto fëmijë të rritur në familje me kushte të vështira. Po të nisa video që nxjerr rakun, do më qosh pastaj, them dhe emrin tënd që ta besosh. Po mami, sa vjeç është? 34. Po mendoja ty herë të dyjave. Në realitet, qëllimi ynë është ta përballi me fytyrë, pavarësisht se me dërgim fotosh ai nuk kupton diçka tjetër. Nisur nga fakti që ka ardhur për pak ditë në Shqipëri, manjaku kërkon t'i nxitoj gjërat për të kaluar në raport intim me 12 vjeçaren. Ndaj për të arritur sa më shpejt qëllimin e tij, është vendos bisedën në WhatsApp, aty ku bëhet më intensive dhe natyrisht më perverse. Flasim pastaj? Për sa pak a shumë, të pyes vetëm një nder, a do më qosh vetëm një foto sepse e kam dru. Pse e kërkon si nder? Do ta tregoj që më shbër dru. Turp. Ma nis një të lutem, a ta shkon një herë. Po pse duhet ta nisun që të shkundesh ti? Po më ke eksitu, tha shqyqyr që erdë gjynaf është dru. Po dua ta shof qik ha, më prish këshu me lafe. Foli qik këshu, hot. Zdi unë. Me ketë madhe apo të vogël. Teksa e sheh që as në WhatsApp nuk merr foto nga minorenja e supozuar, nga 200 euro që kishte ofruar më herët, qërimi e ngre ofertën në 300 euro. Po më qove foto, 300 euro do t'jap. Unë fëmijë, ku kam qa të më shosh? Lutem, nga para ose mrapa? As foto të bregve? As gjë? Po që do? I kam fiksim. Foto të mbathjeve? Vdes fare. Pasi ka këmbgulur për të parë trupin e paformuar të një minoreneje dhe na ka treguar fiksimin e tij për mbathjet, ky 26 vjeçar na fton për një takim special në një hotel në qytetin e Fierit. Gjithmonë me idenë që do të takoj një fëmijë. Por ndoshta nga frika apo ndoshta sepse nuhat diçka, 26 vjeçari e shmang takimin duke shfaqur dyshimet e para. Ke kohë të flasësh 2 minuta tani, ti bëja 2 pyetje shpejta. Po tash ti ja 13 vjeç e the. A më thej që ke qenë me 14. Është pak më bëti komplikuar. Më dukesh pak e çuditshme. Në këto kushte, nisur edhe nga mundësia reale që ai të rikthej pas pak ditësh në Itali, udhëtojmë drejt Lushnjës, fillimisht për të bërë denoncimin dhe më pas për të lokalizuar manjaku 26 vjeçar, i cili krejt rastësisht ndalon përballë komisariatit. Si kalon? Mirë. Si quhesh? Qerim Kasapi. Qerim Kasapi, gëzohem. Të thot gjë? Gjë do që se unë e dija këtë muhabet. Pedofili ngrej një alibi qesharake, sipas të cilës ai ishte në dieni që pas profilit të fëmijës ishim ne. Prandaj edhe dërgonte foto intime për të na trembur ndoshta. Unë e dija këtë Sa muhabet. vjeç je dhe si e ke vazhduar ti këtë situatë me vetëdije të plotë? Si s'të vjen turp dhe merresh me vajza të vogla, çfarë ke për të shpjeguar? Absolutisht nuk jam marrë me vajza të Je marrë me vogla. vajza të vogla sepse ke absolutisht, video. a Ke mund të video në flas? Telegram që i Nuk ke jam shpërndar. unë ai. Je ti ai. Nuk jam Sepse nga absolutisht. je ti ai sepse nga aty kemi folur bashk. Po mund të Nga Instagrami ti më ke sjell video të tuat intime duke ditur shumë mirë që video intime të mia nga Instagrami. Po nuk e kam bërë Si unë. mund t'i tërgosh Qa? një vajze të mitur ti video intime të videosh? tua? Ti a e di që akuzohesh Seriozisht e për keni? shpërndarje të videove pedopornografike? Seriozisht e keni ju? Seriozisht e kam, shumë seriozisht, seriozisht e po ke ti që bën inocentin dhe bën sikur Qa inocent? Jo, unë kuptoj shumë mirë. Por çfarë erdhe sot? Unë të marrë një pak telefonin të them do Por çfarë erdhe sot? Lexohen. Por çfarë erdhe sot? Për çfarë erdhe? A makina çfarë erdhe? Po si doni valla. Por çfarë ka ardhur këtu? Dëgjoj. Ne nuk kemi më çfarë të dëgjojmë. Ata që do të dëgjojnë janë instanca dhe uniformat.